Ulni temperaturën e lartë në mënyrë natyrale. Rritja e temperaturës së trupit është një shenjë e trupit që përmes një mekanizmi natyror po lufton infeksionet ose inflamacionin që po ndodhin në trup në atë moment. Në këtë mënyrë, trupi dërgon sinjale se mekanizmi mbrojtës është forcuar dhe sistemi imunitar nuk po funksionon mirë. Prandaj, një zgjidhje gjithashtu për të ulur temperaturën e trupit është të bëni dush me ujë të vakët. Një nga metodat më të vjetra për të ulur temperaturën e lartë është dushi me ujë të vakët. Qoftë për të vegjëlit ose për të rriturit, siguron një temperaturë më të mirë të trupit. Banjo me krip dhe vaj esencial të pemës së çajit, gjithashtu në formën e dushit, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Kompresat e ngrohta kundër temperaturës mund të ndihmojnë. Gjithashtu, ftoni dhomën tuaj kur qëndroni dhe siguroni që të jetë ajrosur mjaftueshëm dhe të mos ketë lagështi. Rrisni marrjen e probiotikëve gjithmonë duke u këshilluar edhe me mjekun për të marrë gjithashtu edhe medikamentet e duhura të cilat do ju ndihmojnë në kundër këtij problemi.